Protesta qytetare në Korçë ka vijuar edhe mbrëmjen e djeshme, megjithëse me një numër më të vogël pjesëmarrësish krahasuar me ditët e para. Qytetarët u mblodhën sërish në pedonalen e qytetit, duke ritheksuar kërkesat e tyre dhe duke kërkuar më shumë vëmendje ndaj problematikave që sipas tyre ndikojnë drejt për drejt në jetën e përditshme. Organizatorët u shprehën se protesta do të vazhdojë çdo mbrëmje, pavarësisht pjesëmarrjes, duke e konsideruar vazhdimsinë e saj si mënyrën më të mirë për të mbajtur të gjallë kauzën qytetare. Gjatë tobimit, pjesëmarrësit diskutuan për rritjen e kostos së jetesës, emigracionin e të rinjve, vështirësitë ekonomike të familjeve, mungesën e mundësive për punësim dhe nevojën për më shumë transparencë e reagim nga institucionet. Me pankarta dhe thirrje, protestuesit përsëritën kërkesën e tyre për zgjidhje konkrete të këtyre problematikave, duke theksuar se lëvizja qytetare do të vijojë edhe në ditët në vazhdim. Ata u bën sërish thirrje qytetarëve të bashkohen protestave me synimin për të rritur pjesëmarrjen dhe për të forcuar zërin e tyre publik.